Sot herët në mëngjes qytetarët kanë vërejtur punëtorë të cilët largonin në mënyrë të kujdesshme gurt dhe mbeturinat për rreth dhe në brendti të objektit të medresesë së vogël. Punimet janë në fazën fillestare të pastrimit të objektit, fazë e cila do zgjas 3 ditë. Njoftojnë përfaqësues të firmës punuese turke Zulfikar Halifeoglu. Sipas tyre, pas përfundimit të fazës së pastrimit, do fillojnë punimet me restaurimin e objektit. Medreseja vogël është objekt mbi 200 vjet i vjetër dhe nuk ka qenë në funksion mbi 60 vite. Është shkatruar sidomos në luftën e fundit. Restaurimin e ka marrë përsipër institucioni i Vakëfit në Turqi, me kërkesë të Bashkisë Islame të Kosovës. Ndërmarrja e cila ka fituar tenderin për restaurimin është firma turke e cila është e specializuar në restaurimet e objekteve të trashëgimive kulturore, pohon kryeimami i Bashkisë Islame në Gjakov, Visar Koshi. Sipas tij, restaurimet do të monitorohen nga institucioni i Vakëfit në Turqi dhe Bashkia Islame e Kosovës, që objekti të restaurohet në mënyrë identike siç ka qenë. Sipas informacioneve të kryeimamit Koshi, restaurimi i objektit mund të zgjasë deri në 2 vite.